të zhvatura dhe kamerave të propagandës. Ne e dim, përmbytjet në Spitën, në Zejmen, në Barbulloj, në Ril, në Tale, në Torovic, në Zadrim, në Milot, në Mamurras, në Zhej, në Fushkuqe e me gjerë nuk erdhen papritur. As mungesa e dritave dhe pasojat e tyre të shumta, fytyra e çdostine nuk erdhen papritur. Ndolli ajo që gjithmonë ndodh, kur pushteti nuk investon, por merr, kur nuk mirëmban, por mbulon, kur nuk dëgjon, por flet, kur nuk vlerëson rrezikun, por e vesh atë me një premtim të ri. Mira hektaru zhduken në ujë të kripur, po ka shtëpi. Kultura bujësore, biznese dhe familje u përballen vetëm me dëme, pa asnjë plan dhe pa asnjë reagim serioz nga ata që duhet të jenë të paret në terren. Në Lezhë nuk ka pushtet lokal, nuk ka ministri bujësie, nuk ka ministri mbrojtje dhe nuk ka as emergjenca civile. Argjinaturat janë të amortizuara prej vitesh. Çarjet i ndjejnë të gjithë banorët, përveç atyre që merren me propagandë. Ndërsa një çar u mbyll me duartrokitje para kamerave, një tjetër u hap sërish vetëm 24 orë më pas, duke vënë në alarm banorët e bregut të Matës. Ka zëra, ka diskutime publike dhe shqetësime të ngritura nga komuniteti mbi abuzime dhe devijime të mundshme për interesa ndërtimore. Shqetësime që meritojnë transparencë dhe hetim, jo heshtje. Në vend të tyre nuk është habi të shohim ndonjë leje ndërtimi për taksidarët e votës së lirë. Hidrovorët, ashtu si argjinaturat, janë lënë në mëshirë të fatit. Hidrovori i Tales mbeti pa energji, pikërisht kur duhej më shumë se kurrë. Ndërsa i Ballldrenit është premtuar për vite me radhë, por vetëm premtimi është ndërtuar. Hidrovori ka mbetur në letër. Retorika këto që përsëriten sa herë bie shi. Në fakt premtimet bien si shi, e shiun se ndalin kurrë dhe ai sillet sipas qefit. E njëjta historinë e Mirdit, kur eshjet shkaktuan dëme në rrugë, ura duke lënë vetëm bashkinë e drejtuar nga Albert Nlyshi. Po kaq në Grykderdhën e Drinit, tonelata mbetjesh kërcënojnë turizmin dhe faunën, ndërsa pushteti kërcënon me gjuhën çekiç qytetarët që të mos flasin dhe sa po mbaron kjo, kthen kokën në anën tjetër. Në vend të një reagimi shtetëror, në vend të garancive dhe shdëmtimeve, qytetarët morën vetëm disa paku ushqimore të shpërndara pjesërisht, një trajtim minimal, fyes, i pa dinjitet e kreti pa mjaftueshëm për njerëz që humbasin gjithçka. Nuk ka vlerësim dëmësh, nuk ka dëm shpërblime, nuk ka plan menaxhimi, nuk ka mbajtje përgjegjësie. Madje dhe zjarri i Shëngjinit, një tjetër tragjedi e pakthyeshme e cila mbeti pa përgjigje, pa autor, pa transparencë, me një vrag përzhitjeje mbi kurorën e pishave që pret të mbulohet nga ndërtimet të cilat po përllunojnë natyrën dhe mbushin xhepat e klientëve të qeverisë. E gjitha kjo tregon një fakt të thjeshtë. Kur pushteti ndërton propagandë, kur njerëzit e tij e zhvasin, qytetarët mbyten nga pasojat. Kur pritat fizike e morale i thyen babzia, ata i merr përpara ujë, i djeg zjarri dhe i than tymi. Kur gramafonet pa shirit flasin për miliarda, ne shohim argjinatura të çara, toka të përmbytura, lumenj të gryer, kanale të bllokuar. Kur pushteti ngrek gishtin drejt qiellit dhe fajson motin, pasojat bien mbi tokë si rrufe, mbi njerëzit që punojnë, që paguajnë taksa, që meritojnë siguri dhe investime reale. Sot nuk jemi në këtë seancë vetëm për të përshkruar dëmet. Jemi këtu për të folur, për të ngritur zërin e një komuniteti që nuk e meriton më të trajtohet si tokë e askujt, por njëkohësisht edhe për të varur në murin e paturpsisë portretin e atyre që i lanë vetëm. Jemi këtu për të thënë qartë se Lezhë, Mirdita dhe Kurbini nuk kanë nevojë për rrena para kamerave, por për veprime në terren, për një shtet që nuk i trajton si të njerëkës, për një pushtet që nuk i ndeshkon për qendresën politike, për një qeveri dhe kryeministër që jetojnë në vendin e tyre jo si turist, por si të tillë.
Ata duhet të zbresin në tokë, mes tyre dhe të mos i shohin me nga qielli apo kryeqytetet e botës. Përfundoj fjalin. Faleminderit për tolerancën.